Po do doja shumë se këto është shumë kurrishtja e madhe pastaj. Ku qysh e dallon ose qysh vendoset nëse unë kam një frakturë? Nga çfarë diagnostikimi ose nga çfarë përfundimi vendoset që unë jam për kirurgji e jo për një mobilizim, ose që thojmë të na me shtin gips dorën kamen, ose në alqi, ose si do që i thonë. Nga çfarë vendoset kjo? Kjo sendi i parë është të më thënë që duhet mas pari gjendja klinike e pacientit. Ne po flasim për frakturën, do në po mundohna mi definu varësisht në cilën. I kemi ekstremitetet e poshme, që këto përqindja e këtyre frakturave duhet gjithmonë jo gjithmonë, mirë po duhet mu pa që këto fraktura duhet mu operu, pak ma shumë se sa ekstremitetet e sipërme. Është shumë vështirë me mujt me ndo. Mirë po, për opinionin edhe për njerës, na duhet me shpigu këtë tim pak ma thjesht që ata me kuptu kur duhet një frakturë më operu dhe kur nuk duhet më operu. Standardet janë gjithmonë sa është dislokimi i frakturës, çfarë lloje të frakturave kemi. Nëse është një frakturë që quhet trumër frakturë që është me disa pjesë, atëherë ato fraktura kryesisht duhet më operu për më mujt më stabilizu, Ndërsa nëse kena një frakturë që domethënë është e dislokuar, mirë po është humb stabiliteti është humb devijim i frakturës që thuhet. Në gjuhën gjermane quhet Fehlstellung, është pika që që tregon saktësisht këtë fraktura duhet më operua apo jo. Nëse shikohet një dore e frakturës, sendi i parë që duhet në radiografi mu vendos në sa gradë. Për shembull, të radiusi është deri në vitin 2000 janë operu fraktura që kanë qenë 15 gradë devijim. Çka ndodhi në lajtlinjat botnore të kësaj frakture? Sot tolerohet kjo frakturë deri në 25 gradë, që për neve si profesionist kjo e dhonë që është lajtlinjë botnore, që aty vendosim jo ne, mirë po vendosin kirurg, ortoped, e kanë leju që fraktura deri në 25 gradë mos mu operu. Dhe rezultatet kanë qenë të njëjta. Pse ndoshta une i jepi pak ma shumë kirurgjisë, drejtim është se me një operacion shumë të vogël, pacienti është shumë ma shpejt mobil. Çka ka ndru në kohën e fundit, në këto lajtlinjat e fundit që janë dalë, është se edhe mobilizimi i frakturave tek fëmijët bëhet jo 6 javë, që është rregull standard të rriturit, të fëmijët ka qenë 4 javë. Dhe kohën e mbrëm frakturat po mbahen të mobilizuar me veç 2 javë. Këtë përvojë ndoshta duhet me pas kujdes me eduku dikën që edhe nëse ju ka he gipsi mash moshës 2 javë, domethënë ai duhet gjithsesi me pas kujdes që mos me ngarku të na quhen lëvizjet pasive dhe aktive, ai nuk guxon me aktivizu dorën qatë shumë, kështu që si standard unë prap kisha vazhdu me një gips që është deri në 4 javë.